Në Shkodër u promovua albumi fotografik Tinguj folklorik të Qarkut Shkodër, i cili sjell në vëmendje çaste të paharrueshme artistike, por shërben edhe si një dëshmi e gjallë e trashëgimisë folklorike të rajonit. Ky botim i mbështetur nga Këshilli i Qarkut Shkodër dhe kryetari Edmond Dou dokumenton pjesëmarrjen e ansamblit folklorik të këtij qarku në festivalin folklorik kombëtar të Gjirokastrës. Artistët e shuar të qarkut, emblemat e artit shqiptar dhe drejtues vendor, u bën pjesë e këtij aktiviteti që solli në fokus larmin kulturore që mbart qarku i Shkodrës. Ky botim nuk është thjesht një koleksion i çasteve të bukura artistike, por është një dëshmi e gjallë dhe e çmuar e trashëgimisë sonë kulturore. Ai nafton të bëjmë një udhtim emocionues përmes historisë së pasur të folklorit të Qarkut Shkodër dhe që na kujton që muzika, vallja, kostumet, zakonet tona nuk janë vetëm pasuri shpirtërore, por janë shtylla të forta të identitetit tonë kombëtar. Shërbej edhe si një guidë turistike ku të gjitha ato vende ku të rinjt, turistët që vinë të pajisen edhe me atë pasaportën ose guidën e cila është një udhërrëfyes i një kulture shekullore që ne shqiptarët kemi dhe aq më tepër Qarku i Shkodrës. Duke patur parasysh edhe një vendim të Këshillit Ministrave që pritet të dalë së shpejti mbi partneritetin, le ta konsiderojmë Universitetin Luiz Varakuqi një partner serioz. Shkodra, e njohur për kontributin e saj të jashtëzakonshëm në fushën e folklorit, ka qenë dhe mbetet një nga qendrat më të rëndësishme të kulturës tradicionale shqiptare. Një foto ka 1000 fjalë në vete. Mund të jetë i parë i këtij lloji qarkut tonë, por padyshim nuk do të jetë i fundit. Qëllimi kryesor i këtij libri album ka qenë dhe do të mbetet për herë respekti dhe mirënjohja e thellë, shumë e thellë, për të gjithë bartësit dhe artistët e mrekullueshëm që kanë luajtur një rol të rëndësishëm për ruajtjen dhe pasurimin e traditës folklorike. Elementë që nuk janë thjesht pjesë të kaluarës, por që jetojnë edhe në përditshmëritë tona kulturore. Ky album është një pasaportë e kulturës tonë për t'treguar kush jemi, kush kemi qenë, por duhet të jetë edhe një vizion se çfarë duhet jemi tonë, pra ku po shkojmë. Ky album vjen si një shprehje mirënjohje për artistët dhe grupet folklorike që kanë përfaqësuar me dinjitet dhe krenari Qarkun Shkodër, duke e bërë folklorin të ndjetë i gjallë dhe i afërt me çdo brez. Është një ndjenjë patriotizmi të fshesh pluhurin e harresës për të pas histori të dokumentume. Dhe në këtë rast për t'i ndalu, për t'i vu prit rrjedhës së rrëmbyeshme të lumit të harresës, ky është një mjet i përkryer. Edhe ky album na jep mundësi që në brezat që vinë, ashtu sikur e thatë dhe ju, ne keni thënë në përshkrimin e hyrjes, të jetë një urë i disë brezash, shërbej si një dokument më shumë lehtë. E konceptuar si një fest, ky promovim solli dhe interpretime artistike të grupeve të bashkive Malësi e Madhe, Vau Ideos, Puk, Fusharës dhe Shkodër, si mjeshtra të mëdhenj, Mukaddes Xhanka, Prejtash Nilej në Lahut, grupi i Dugaxhinit e të tjerë. Për të pranishmit, në fund u dhurua edhe botimi i këtij fotoalbumi, duke vendosur folklorin në qendër të kujtesës kolektive dhe identitetit kombëtar.